Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam, e dërgojmë. Nusë Allahun që të na i pranoj ibadetet edhe gjitha duat që kemi bërë gjatë këtyre ditëve. Të nderuar vëllezër, sot e kemi përfunduar ditën e 20 të Ramazanit, edhe fillojmë me natën e 21, sepse ju e dini që njëherë vjen nata, pastaj dita. Më thonë, sot është nata 21, nesër është dita 21. Mos e harroni këtë gjë, kështu është marë, njëherë nata, pastaj dita. Prandaj mos e përzini këto, kur thot dikush, domethënë e martë prama, është për qëllim, domethënë u krye hana, ka hyrë martja. E tash jemi në natën e 21, edhe taravia është e 21, që i bjen kjo, se me këtë natë fillon edhe 10 net që i fundit i Ramazanit. Edhe është një vlerë, një mirësi, subhanallah, aq e madhe, sa konsiderohet një thesar në vete. Një thesar si kurse një tokë e cila është e madhe dhe thot dikush në qëtë tokë, komplet ka thesar. Hulumtaje, lëpe katë shkon ki me gjetë dukat. Ama në një vend, mërana që saj fushe, është një thesar shumë i madh, i cili nuk krahasohet me thesar kur gjë me punu përmi 80 vjet, s'munësh me bë çaq pasuni sa nëse e gjon çat thesar. Çto është? Sigurt e gjon, veç të më munu. Ajo është nata e Kadrit. Në 10 net që në fundit Ramazanit, domethënë ti ke hime një fush e cila është e mbushur me dukat. Çka të prek, ku të prek, ku ta qel dhejun për funi gjon dukat. Kështu është, çdo ibadet që e bën në 10 net që në fundit e ka sevapin tepër më të madh se sa në netët e tjera. Në këto 10 net, aq ka qenë i kujdesshëm Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pas tij familja vet, shokët e tij, edhe gjeneratat e ndershme të arta të tij umeti, sa është e pa imagjinueshme si janë për kujdes për ibadet. Resulullah alayhi salatu wasalam ka bën itikaf. E fjala itikaf do të thonë mbylljen në xhami për ibadet me orë të tëra ose me ditë të tëra. Me orë të tëra ose me ditë të tëra. Pra me orë themi mundet 24 orë, mundet dikush 10 orë, shamull. Pi taravis, me ne deri në sëfyr në xhami. S'mon ma shumë, qaq mon. Dikush tjetër mund 10 ditë, e ka sevapin më të madh. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka net në 10 netët e fundit, ditë dhe natë. Edhe s'ka dalë për xhamis veç nëse ka pas nevojë me ndru avdes. Edhe bukën e kanë prunë të xhamia, e ka hongër iftarin e sëfyrin. Po në xhami mas i ka pas shumë xhamat, kanë ardhur dhe kanë pyet, janë angazhuar, ja kanë humbë vëmendjen, Çka ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dikun me një çoshe xhamis, e kanë rrit si shator, edhe çatu ka hi. Çatu ka najt ulët, ka bë dhikr, ka bë tesbih, që mos me angazhu. Prandaj thuhet një këshill, kur të jenë njëri në xhami, edhe njëri është ulë atje po bën dua, tjetri po bën dhikr, tjetri po lexon Kur'an. Çka më bën ti? Ti me hin xhami, me shku me një vend edhe mu marr me veten tane. Mos shko kur e shohësh që ajo është i nxanën tu lut, e tu fal, mos shko me pengu. Me jap nal duat, me anal leximin e Kuranit, me anal dhikrin, etj. Në këtë 10 net në fundit, sa të mundeni shtone. Një prej këshillave që po jap këtu, masi gjithë jemi shofer makinash, edhe në komunikacion ndeshemi edhe me shofer të ri, edhe me shofer të papërvoj, edhe me shofer të ngutshëm, e djem të ri që u vlen gjaki, e mendje mëdhaj,
e tjerë, çka me bë? 2 gjana bane, për i zatë Zotit, sidomos këtë 10 netë të fundit. Ditën e bjerë, po ne edhe natën ti mund në me vëzit kjerën, si ditën si natë. Bane që ki me bë sabër, mos mu nervozu në komunikacion. Bane për hërtë Allahit. Sidomos këtë 10 ditë, edhe netë të fundit. Edhe, mundo me bë sadak në vëzitje. Qka? Mi dhonë për parësi njerëzve. Mi dhonë për parësi kjerave tjerë. Si e për gut, jepi për parësi. Fiton sevap. Në këtë 10 netë, ka transmetime që sunetet e kanë sevapin si të farzeve. Farzet e kanë sevapin pa hesap. Andaj, veç jemi në to, aman, nuk kanë me të shumë, edhe dini që nuk kthehen më këto netë. Deri në kiamet. Po, vjen Ramazani tjetër, ty të gjanë 1 vjet më të moqëm. Ama që kjo nuk kthehet. Allah na forcon.